Leximi i ditës, Jeremia kapitulli 14, vargu kyç. Edhe pse mëkatet tona dëshmojnë kundër nesh, o Zot, vepro për hir të emrit tënd, sepse shkeljet tona janë të shumta, kemi mëkatuar kundër Teje. Shpjegimi. Ky kapitull përshkruan një thatësirë të rëndë që godet Judën. Toka është e thatë, puset janë bosh dhe njerëzit janë në dëshpërim. Fermerët nuk kanë ujë për tokat e tyre, kafshët po vdesin dhe qyteti është në pikëllim. Kjo katastrofë natyrore është gjithashtu një paralajmërim shpirtëror. Jeremia lutet për popullin dhe i kërkon Zotit mëshirë, edhe pse ai e di që populli ka mëkatuar rënd, por Zoti i përgjigjet se zemra e popullit nuk është penduar me të vërtetë. Problemi më i madh është se profetët e rrem po u thon njerëzve atë që ata duan të dëgjojnë, se nuk do të ketë luftë, uri apo gjykim. Por Zoti deklaron se këto janë gënjeshtra. Gjykimi po afrohet, sepse populli nuk ka dëgjuar paralajmërimet e tij. Megjithatë, Jeremia vazhdon të lutet për popullin me një zemër të thyer. Ai e di se vetëm Zoti mund të sjellë shiun dhe shpëtimin. Mesazhi i kapitullit është i qartë. Kur njerëzit largohen nga Perëndia, edhe toka reflekton këtë krizë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 14. O Zoti i plot fuqishëm, Ti je burimi i jetës dhe i çdo bekimi. Kur zemrat tona largohen nga Ti dhe toka jonë bëhet e thatë, na fal për mëkatet tona dhe për momentet kur kemi dëgjuar zëra të rrem në vend të së vërtetës Tënde. Zot, hap sytë tanë që të shohim realitetin shpirtëror të jetës sonë. Na jep një zemër që pendohet sinqerisht dhe kërkon pranin Tënde. Ti je shpresa jonë dhe shpëtimtari ynë në kohë vështirësie. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.